Allahun e falenderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje prej të ligave të shpirtit ton. Atë që Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që e humb. Ndërsa atë të cilin e lën të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm, dhe gjithë atyre që të ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Nuk ka dyshim se fjalët më të mira janë fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim se çdo bidat, çdo risi e çon robin në humbje dhe çdo humbje ka përfundimin në zjarmin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej zjarmit të xhehenemit neve, prindërit tonë dhe gjithë muslimanët. Të nderuar vëllezër, në këto minuta të cilat do të jemi së bashku, kam vendosur që ta jap një këshill në radhë për vetes, pastaj dhe juve. Ne jemi dëshmitar në kohën kur jetojmë, shohim se njerëz, që të gjithë njerëz në jetën e kësaj bote e kanë një synim, e kanë një qëllim. E ajo është ka lumturia. Krejt njerëz të kërkojnë lumturinë. Gjithë njerëzit e kërkojnë lumturinë. Por se a e kërkojnë në rrugën e duhur, e kjo është ajo tema që ne kemë me trajtu së bashku inshallah ta'ala. Lumturia është një gjë që njeriu e kërkon. Lumturia është një gjë që njeriu e dëshiron ato dhe e lyp për veten dhe për familjen e tij. Atëherë mirë, mbasi që ne gjithë e kërkojmë lumturinë, atëherë ku gjendet lumturia? Është një pyetje që duhet me parashtru secili prej neve. Ku ka që kjo lumturi? Ku po gjend ka kjo lumturi? Disa mendojnë se mos është lumturia në pasuri. Jo, nuk është. Nuk është lumturia në pasuri, se pasuria e ka një limit, e ka një përfundim. Sa du që esh i pasur, mund është më bëdhe i varfur. E përfundon. Pastaj, disa tjerë mendojnë se lumturia është në kënaqësitë dhe dëshirat trupore. Edhe këto përfundojnë. Edhe këto ndalen. Edhe këto e kanë një limit. Disa mendojnë se lumturia është në jetë të gjatë, me jetu gjatë. Edhe kjo e ka një limit, përfundon. Atëherë mirë. Pas gjitha këtyre pyetjeve që ne i ngritëm para jush, për Zotin, për ku gjendet lumturia? A thu vallë Allahu te bareke ve taala, na ka kriju neve, na ka prun këtë botë edhe nuk na ka tregu ku është lumturia reale? Atëherë me pandodh kjo kështu, s'kish meritu me i thonë Zot. I lartë madhrum qoftë Allahu, i pastër qoftë Allahu për çdo të mete që i mbeshet ati, ai na qartësoj rrugën e lumturisë. Shishesha thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet, ku mu këtu në këtë ajet është rruga e lumturisë. Thotë Allahu tebareke wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, men amila salihan min dhakarin aw untha, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ديتشتو الله شبهت من عمل صالحا كشبان بونت ميرا كشبان بونت ميرا شفت ماشكل أبو فامر دوكتشين بسمتار الله بثت القرآن وهو مؤمن دوكتشين بسمتار فلنحيينه حياة طيبة كما ميابوناتي كما مياجلرو يتن اتي كم ميابو يتن اتي تمير كنا يتن كساي دنيايا بون اخرت يا ربي دجاي vazhdon ajeti thot Allahu tebaraka wa taala وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ndërsa thot
dhe thot do të shpërblehen, do të shpërblejmë si pas veprave të mira që ata i kanë bo. Do më thonë, edhe fillimi që ndërlidhet me jetën e kësaj bote, edhe fundi që ndërlidhet me botën tjetër që të dyjat e kanë emrusin e përbashkët. Cili ko ka emrusi i përbashkët dhe në dyjave? Vepra e mirë, dashurit e mi. Vepra e mirë duke qenë besimtar. Po vepër të mirë nuk mundesh me gjetë lumturi. Unë e di që plot prej të rive në kohën tonë mendojnë që lumturia është në çato çka unë i përmenda më herët. Wallahi nuk është. Billahi nuk ka. Tallahi nuk ka. Lumturia reale është në iman, për atë çfarë është jeta e mirë. Unë i kom bot disa pika që tu shpejt me i përmbledh edhe me përmbyll hutben. Me përmbledh këtë hutbe inshallah taala. Çfarë është jeta e mirë? Jeta e mirë, dashurit e mi, e para është me pas robi qetësinë zemrën e tij. Me pas qetësinë zemrën e tij. E nga tash këtu apet vjen pyetja tjetër. Mirë, pedim hoqe me pas zemrën e qetë, ka me ta bo jetën e lumtur, se jo lumturia është e kundërta e qetësisë zemrës, çrregullim, breng, mërzi, dert, gajle, halle. Ndërsa qetësia e zemrës nga vjen kjo? Prej nga vjen? Qetësia e zemrës, dashurit e mi, vjen nga besimi, nga imani dhe lidhja me Allahu subhanahu wa taala. A don me koni lumtur? Apo don me qeni lumtur? Lidhe zemrën tonë dhe me Allahun. Lidhe zemrën tonë dhe me Allahun. Se tërë çështja në dorën e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shishot dashurit e mi, ky hadithi madh. Thot pejgamberi alaihi salatu wassalam, e kjo është hadith kutsi. Thot sikurse njerëz edhe e gjenet mu bo bashk me dashur me ta boni të mirë, po Allahu nuk don ty që ajo e mirë me të godit, nuk godet. Po edhe nëse thot bojnë bashk njerëz edhe e gjin me ta boni të keqe, po Allahu nuk don që ajo keqe me të godit ty, nuk të godit. Vallahi këtë jep qetësi. Lidhe zemrën për Allahun. Lidhe zemrën për Allahun, se në dorën e tij është gjithçka. Në dorën e tij është gjithçka. Vetëm se ai thot bëhu edhe bëhet. Wallahi billahi, ai që e ka lidh zemrën e tij, e ka lidh me Allahun, on mbështet në Allahun, ka me i mjaftu Allahu. Ka me i mjaftu Allahu. A mendon që Allahu subhanahu wa taala nuk ka me të shpëtu ty? Kur Allahu e shpëtoi Ibrahimin pe zjarit, a mendon që Allahu nuk ka me të shpëtu dhe nuk ka me t'i largu gajlet edhe dertet tuja kur e shpëtoi Yunusin pe barkut balenës? E shumë pejgamber, Ejubin alayhi salatu wassalam, ky pejgamber i madh i Allahut, i spërvum me smundje. E spërvaj Allahu në shumë forma, i vdeqen gratë, i vdeqen fëmijët, mbeti veç me një gru, kish ma shumë se një gru. Mbet vetëm, ja qaj Allahu në smundje, e shinte të i ram, copat e mishit të i rapi trupit. Deri sa e largun për e shtëpisë që unë në kasol atje. Shkon të gruja vetë kohë pas kohë me i që ushqim. Edhe në dikur, pi presionit grus, feke ban dua Allahut, ban Allah, do Allah duahut, Allahut bani dua. Ejubi theke 60 vite kom jetu, nuk më s'ka sprovu Zoti. Kom jetu në mirësi, tash po vjen turp mi u lut Allahut, me më shëru, që shfar robi i mirë. Pi presionit madh atëre kur arritja jo presioni shkove në vetë, atëre boni dua. Wa Ejube idh nada rabbahu, anni messani ad-durr, wa anta arhamur rahimin. Allahu akbar. Tha dhe Ejubi, kur e thiri Zotin e vetë, tha o Zot më ka ndodh një fatkeqësi. Nuk tha o Zot o kam dhem, o Zot peshët copat e trupit të më ra, o Zot kështu e kështu, jo. Tha meseni e dur, më ka godit një fatkeqësi, ka godit një keqe. O anta arhamur rahimin, e ti e maj me shirshmi me shirues.
Qa dhëtë Allahu me në basaj? Fastajabna lahu. Ju përgjigjem thana ati. O dashurit e mi, vetë zemrën du të me lidhë me Zotin. Vetë zemrën du të me lidhë me Zotin, se Allahu i ka quk të pejgamber ërnek shembull, me në kalëzu si duhet mi u këthy Allahu te bareke wa ta'ala. Pastaj ku gjendet lumturia tjetër? Çfarë është jeta e mirë? Çfarë është jeta e mirë? Më u kënaq me ato që Zoti ta ka dhuru. Koft pak e koft shumë. Për pak o zër, do për shumë s'pë kënaqëse. Emrit do në me të përbi. E ka bo një kodër me are e lipet dyten. Më u kënaq, që ata pejgamberi s.a.s. ka thonë, kënaqu me ato që Zoti ka ndohë për ty, je njëri më i pasur. Allahu akbar. Kënaqu që atë ka e pa Allahu. Mëse këshyra ato që ka ma shumë se ti. Po këshyra ato ma poshtë se ti që është. Se ndoshta dikush nuk mundet më qunë kom veta. Dikush ndoshta ka mbetën shtratin e ti. Dikush së mundet me fol. Dikush nuk sheh. Dikush s'ka që ka buk me honger. Ty Allahu edhe mu në ka jep shumë. Atër kënaqu me ato që Zoti t'ka jep, ki me qenë njeri lumtur. Pastaj ta krijojmë një bindje në zemrat tona, që kjo bindje t'jep shpresë dhe siguri. Çka është kjo? Se çdo sprovë është prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Çdo sprovë, çdo e mirë dhe çdo e keqe ka ardhur prej Allahut më dorëzu kaderit ti. Shumë është e madhe kjo. Ai që i dorëzohet caktimit Allahu subhanahu wa ta'ala, ai jeton lumturit dashurit e mi. Ai që nuk pajtohet me caktimin e Allahut, ai ka me e bo një jetë vështirë në këtë botë, e në atë botë edhe më të vështirë. Pastaj, çfarë është jetë e mirë? Është lidhja me Zotin që jep kuptim jetës dhe vlerë çdo veprimi. Wallahi ai që s'ka lidhje me Allahun subhanahu wa ta'ala, pe lidhjeve më të mëdha dashurit e mi. Pas imanit që Allahu është një i vetëm dhe meriton të adhurohet, është namazi dashurit e mi. Namazi ta forcon lidhjen me Allahun. Ai që e ka mbajt këtë lidhje, e ka mbajt lidhjen me Allahun. Ai që e ka shkput këtë lidhje, e ka shkput lidhjen me Allahun. Ai që të hesapi me i shkput në lidhet me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ti që namazin një ka e fal ka here, apo ti që veç në gjymo po vjen, dije vallahi billahi se kjo një herë njavë me arë në gjami është një lidhje bajagje hol. Mundet më këput. E ku për ty me bo më të këput kjo lidhje. Hajde për Allahun falo. Hes për Allahun që të krytën sejgjde. Aj sahabi e tha ja Rasulallah, oj dërgumi Allahut, lypi për pejgamberi s.a.s. me qenë gjennetili, e lypi gjenneti për pejgamberi s.a.s. Tha a inni me ndihma tha mu dhe vetën tënde me sejgjde të shumëta. Namazi, sejgja, është rrugë, është shkak që të qënë gjennet. E tashti zgjidh për veten a e don xhennetin apo jo. Edhe e fundit, edhe kjo është kulmi i jetës mirë, përgatitja për botën tjetër. Bota tjetër. Na plot herë thonë, bota tjetër, ahireti. Ama me të vërtet, a jena të pununa për ahiret? Pyetje që bajagina sikletov. O dashurit e mi, jeta është shumë e shkurt. Jeta ka lëna shumë shpejt. Wallahi billahi, çdo ditë Allahu kohë pas kohë po na çon mesazhe për mu këndjell. Para 3 javë munqet në xhami, ditën e diel, ligjëratën që unë e posedoj dieleve, na ka ardhur një vllai jon i musliman prej Anglisë, Elvanin kushenje. Para 3 javë ka qenë me ne qëtu në xhami qëtu. Ndërsa të unë ardhur. Ka ardhur namazet, disa namazë ardhur me nipin e tij me Enisin. Ama Elvani para 4 ditë parafërsisht ka ndru jetë. Ka pas aksident dhe ka ndru jetë.
që kjo është realiteti se na mashtrohem o dashurit e mi. Na mendojmë se duhet me vdeka që smut. Na mendojmë që duhet me vdeka që i ka bot 80 vjet. Jo i dashur jam. Vdekja është e caktume. Është e caktume. Kur harxhohet jeta, vjen vdekja. E te edhe une na nuk dim kur kemë me vdek. E i mençur është ai i cili përgatitet për ahiret. Se kur të vjen vdekja dashurit e mi, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai që ka vdekju është bo kiameti. Vdekja është kiameti vogël. Kur të vdek njeri, s'ka mo. Mos t'jem edhe Zoti mos ta bof për tëne. Se ka me pas një kategorie njerëzve nesër në ditën e kiametit kanë me thonë, o Zot na kthe. Na kthe në dynja. Ta kompenzoj ato çka e kom lënë mungi. Ndoshta dikuj në varat e kom i rënë mend për namazin që se ka fal. Po vonë kom u kon tani. Ndoshta edhe ati që namazin e ka fal, po si ka ndajt gati që duhet, edhe ati kom i rënë mend. Kështu që të marim mësim prej mësimeve që na vinë, prej mesazhe këto në mesazhet dashurit e mi. Nëse pret tjedhu, nëse ka me zbit Gjebraili a.s. me të thonë, falu, nuk vjen mo Gjebraili. Një heror Gjebraili a.s. Nuk vjen mo. I ka orë Resulullah s.a.s. Ty e mus vjen mo. Ama naj duhet me punu, me porosit e këti dini edhe mu përgadit. Fe të zawadu, fe inë khejra zadit taqwa, thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe me këta për përfundoj. Një ditë për i ditëve Alija radiallahu anhu, me shokët e ti, është ndalë para varezave. Ka dhënë, ja ehle l'kubur, assalamu alaikum ehlu d'dijari, e ka bo lutjen që është lutja, që botë ku shkën vareza, pastaj ka vazhdu ka thonë, o ju banor të varezave, sa i përket grave tuja, ato thët, janë martu. Emma emualukum kad kusimet, ndërsa pasuria juj është nda, është përda të trashigust. Thot, kjo është lajmi, ju që e prit një pejneve, pastaj thot, ka hesht. Ka hesht disa sekonda dhe u këthy ka shokt e ti edhe i ka thonë shokve, nëse Allahu kish mi u jep leje me fol këtë në tash, kishin me thonë, fe të zawadu, fe inë khejra zadit taqwa, përgadituni se përgaditja ma e mirë është dëvashmëria. Zotin avopit dëvashme, ja Rabbel Alamin. Inna Allahu wa malaikatu salluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.